jep zotit Pascal Milo, profesor doktor, titullin Qytetar nderi i Vlorës me motivacionin, për aktivitetin dhe për kushtimin si politikan, për kontributin e spikatur në historiografin shqiptare, si historian, diplomat dhe publicist, duke evidentuar dhe ndihmuar në ndërkombëtarizimin e historisë së lashtë e të re shqiptare. Miratuar me vendim të Këshillit të Bashkisë Vlorë numër 62, datë 11/12/2014, kryetare Evis Allushi. Në këtë skenë të teatrit Petro Marko të Vlorës, unë jam gjitur disa herë. Në të shumtën e rasteve jam gjitur për të folur vetë, dhe jo për të folë të tjerët për mua. I ndodhur në këtë raport marrëdhëniesh me sallën, padyshim që kam emocione, sepse është më kollaj të flasësh vetë për të tjerët, se sa të tjerët flasin për ty. Ju falenderoj të gjithëve që na keni nderuar me pjesëmarrjen tuaj në këtë ceremoni që merr vlerat veçanta për faktin se zhvillohet këtu në qytetin e Vlorës, këtu ku unë jam rritur dhe këtu ku unë kam mësuar kaq shumë gjëra që të jem ai që jam sot para jush. Në këtë sallë më kujtohet 59 vite më para, 54, nuk e di mirë, 59 nga qenë, kam parë për herë të parë filmin Fortuna. Dhe pastaj kam ardhur këtu për të shijuar humorin e hollë të Gaço Veshit, të Leka Krutës, të shumë aktorëve tjerë të shquar vlonjat dhe të shijoj këngët e Meliha Dodës. Për të vazhduar më tej me shumë ngjarje të tjera, sa kulturore, artistike dhe më vonë edhe politike dhe kombëtare. Kështu që nderi që po më bën sot Këshilli Bashkiak me propozim të kryetarit të bashkisë, zotit Shpëtim Gjika, është një nder shumë i veçantë për mua, sepse në moshën që unë jam tani, sigurisht që dekoratat kanë një vlerë komemorative dhe janë edhe një impuls për të vazhduar për të shërbyer qytetit tim dhe qytetarëve të Vlorës me përkushtimin më të madh. Dhe jo vetëm qytetarëve të mi, bashkëqytetarëve të mi, por edhe gjithë shqiptarëve kudo që ata jetojnë, sepse sa më shumë që kalojnë vitet, aq më tepër ne po i afrohemi kufirit të moshës që duhet të lëmë pas gjithnjë vepra të mira që shqiptarët të afërmit, miqtë dhe dashamirësit tanë na kujtojnë. Kështu që edhe këtë dekorim unë e vlerësoj me thellësinë e shpirtit, duke ju dërguar të gjithëve përshëndetjet përzemërta dhe gëzofshim në shumë raste të tjera ndërmiq, shok e koleg, sepse Vlora meriton, jo vetëm ne dhe të tjerë që e kanë marrë para nesh, po dhe shumë të tjerë që do ta marrin, sepse Vlora është një fitanishte e shkëlqyer për të prodhuar intelektual, për të prodhuar shkencëtar, politikan, artist dhe gjithçka tjetër të vlefshme që përban fjala e madhërishme njeri. Ju falenderit dhe ja u paça borç. Ju falenderit. Përshëndetje gjithëve. Qenë ka bukur të ngjitesh edhe në skenë si shoqëruesi i misterit. Unë nuk jam historian, nuk jam as politikan, unë jam thjesht një mik tashmë i vjetër i Pascal Milos dhe jam shumë i nderuar që miqësia me të edhe në ditët e bukura të Paskalit, por dhe të vështira të pushtetit, nuk humbi mes nesh. Kjo është një lumturi e madhe sepse të gjithë kemi provuar që kemi humbur miq, sepse pushteti dihet tani që
jo pak i tundon njerëzit dhe i tjetërson. Paskali mbeti njeri mbi të gjitha dhe kjo e ridimensionon portretin e tij, jo vetëm akoma më shumë sepse dihet tani që ai është një historian i shquar, është një politikan po aq i shquar dhe me kontribute. Sot ndoshta ai mund të ishte qytetar nderi i të gjithë qyteteve të Shqipërisë sepse kontributi i tij është shumë dimensional, mbar kombëtar, por ja që Vlora, qyteti i tij, ja bëri këtë nder dhe nuk thon kot, kur të do Vlora, të do gjithë Shqipëria. Unë i uroj mikut tim të vazhdoj të punoj ashtu si deri më sot, me intensitet të madh, duke marrë përsëri nga koha e Lilianës, e fëmijëve, për cilët ai kuptohet gjen mënyrën për të qenë pranë tyre dhe për të kontribuar edhe për ta. Edhe njëherë urime dhe profesor Zabitit dhe profesor Plumbit, të cilët janë miqtë e mi. Faleminderit. Faleminderit, urime. Tre figura si tre ura që lidhin kombin me jetën. Tre figura, goxha burra, që dhurojnë veç të vërtetë. Njerëzit e mënshur lënë gjurmë, janë sharra që presin hekur, guzimtarët në fortuna janë mure për të mbështetur. Këta janë tre figura me moral në shpirt të ngjeshur, tre burra si 7 gurra, që borojnë ujtë pa shtershëm. Zabiti me 7 vula, doktor Zabiti përpjekur, Pullum Gjufi është si lura, është një diell në kohë të vërejtur. Paskal Milua shpuz të furra, ngrohen të gjallë të vdekur. Këta janë këto tre figura që i ndëron sot ky tempo. Ju falenderojmë juve për pjesëmarrjen tuaj, ju urojmë një ditë të këndshme dhe miru takofshim në evenimente të tilla.